Kapitulli i ri, pra pasi ta kalosh për ta cin, me çka e nxit vetën për të bërë dua, është edhe pjesa ku njeriu duhet ta din se mos mi lip Allahut, nuk ka sigur mos mi lip të tjerëve. Apo, mos mi lip, ti për shembull, keni dost, keni mik, familjar, edhe keni telashe, një ndim duhet me ta dhanë, një borxh me ta shly, edhe nuk i lip. E di që i në zorë ti, po nuk i lip, nuk i thu bjemi do pare ta ndimoj, apo nuk i thu kur gjo. Pse? Sepse nuk do me ngarkue, nuk do me ngarkue, apo? Dhe ndijet do njëherë njeri, thot, pse së më ki thirë, kam pas qef me më thirë, njeri, apo? Thot, pse ki pas qef me thirë, thot, kam qef të të njëmoj, s'kam pas qef me më te i kaluë, e kështu më radhë, në regull. Atëherë, nëse njeri që lodhët, e njeri që hargjohet, ndo njëherë i dhnohet me tije, se, thot që atë punën që e kështë kry, ka pas që e me kry. Pse më kishe ka përci muhe? Pse më kite i kalu muhe? Pse më ki bozile muhe? Në regull, që shumica e njerëzve i dhnohet, kur t'i lip është thot, lirom, shkarkom, mos më ngarko. E Allah subhanahu wa ta'ala, trajtimin me robin e ka me cilësit e veta. Që që trajton? A mundet Zotë me në thonë, ti u mitë e t'u lip? Jo, e kundër tha. Dëgjone çfarë kapitulli ka vendosi Imam Buhariu. Ka thënë kapitull, ai i cili nuk i lutet Allahut, Allahu i dhnohet me ta. Ja, kjo është trajtimi. Kjo është trajtimi i Zotit. Si mos lipësh, ti dhnona. Veç Allahu e ka këtë trajtim me robin gjithmonë. Pos mu lute, pos mu lipe, unë ti dhnona. Njerëzit në shumicë të rasteve janë të kundërta. Apo zakonisht njerëzit për shembull, sidomos se ka gjendje të mirë financiare, gjendje të mirë ekonomike, njerëzit nuk i dahet zilja telefonit, pse? Filan puna, filan borxhi, filan ndihma, pse? Edhe lodhët. Apo e nin vetë si u shfrytëzum, si njëri i cili vazhdimisht po duhet me kontribu për tjerët. Dhe dikur lodhët, apo? Edhe madje e di thot filani veç në zor ka. Mirë po, te Allahu subhanahu wa taala të ndërum xhamat është e kundërta. Sa herë që si lip ti dhnohet. Në përgjithësi. E pastaj asbet i dhima e mesele tjetër. Jo kanë diskutuar ulemat e muslimane. Ka ardhur hadith nga Ebi Hurajra radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith e ka sjell në dy forma Imam Buhariu rahimahullahu taala, të dyja nga Imam Buhariu, nga Ebu Hurajra radhiyallahu an. Thot, e ka dëgjuar Ebu Hurajra radhiyallahu an pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: Men lem jes'elillaha ghadiba Allahu alaihi. E transmetimit tjetër, men lem jes'elhu yaghdab alaihi. Hadithi par, ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, kush nuk i lutet Allahut subhanahu wa taala, ghadiba Allahu alaihi. Allahu i dhrohet atij. Allahu i dhrohet atina. Dhe kjo është koncepti i adhurimit me Zotin. Kjo është koncepti i dashnisë me Zotin. Kjo është koncepti që na jemi musliman. Zoti xhelle xhelal don na me lut ata. Jo rastisht duaja është palca e adhurimit. Du ta lutësh, na xhumë s'ka na mbledh sot. Xhumaja apo ka vajz, ka ligjërim. Ligjërimi është për qëllim, çfarë? Që ti ta përmirësosh adhurimin. Andaj me çka kurorzohet xhumaja? Me çka kurorzohet? Cila është farzi në xhumë? Farzi në xhumë janë 2 rekatet e xhumajës. Apo e tani, që ato 2 rekate, çka janë? Lutje. Andaj edhe quhet salat. Lutje, lidhje me Zotin e Madh subhanahu wa taala. E tani, palca, thelbi, ajo ku mahet këtë Islami është duaja. Kujt i lutesh ti? Çajo është rob i atij, çka ti i bën dua, ti i rob i atina. Kujt i bën dua ti çati i rob. Andaj na musliman duat veç Allahut ja japna. Rukuin veç Allahut ja japna, sejdën veç Allahut ja japna. Pse? Se na rob tatina. Na mujna me kërku pi dikujt diçka, jo me lut. Lutje duaje. Edhe pse në gjuhën tonë për shembull e përdorin edhe të lutem, po jo për qëllim duaja, s'është për qëllim duaja. Çish ta dalloj? Ti nuk i bë ruku dikujt. Kur i thu për shembull, kam nevojë për 50 euro, ai bë ruku? Do të lutna, jo, i thu pinkam. A ka mundsi për shembull 50 euro, mo pinkam i thuaj. Mirë, ai më thon për shembull, ti jap 50 euro bër pak ruku. Jo, s'do i marr kur. Është bisë, nuk duk bi ruku. Kjo është koncepti i duas. Kur kanë ta ruku, kur kanë ta sejdë, apo lutje në kuptimin e ajo më i madhi, ti e më i vogli. E tani, salloj të kërkesave kemi 3 lloje të kërkesave.
I vogli te më I madhi, barabari me barabarin, çifti me çiftin, edhe I madhi te I vogli. I madhi te I vogli. Tani, kur I madhi I kërkon të vogli, çish quhet? Farz. Ti e urdhon gjalin tan, çu bane që këtë punë. Çish quhet kjo? Farz. Ai thu, çu bane që këtë punë. Jo quhet farz. Mirë, kur na thot Allahu, çu falu, çish I bie? Farz. Apo, kjo quhet farz. Rregull. Mirë, kolega kolegës I lip, njëri I lip. A ka mundsi? Lut namazosh këtë punë? Apo a shkon me mablek ta? Çish I quhet kjo? Kjo quhet kërkesë normale, njëri e ka lip. Apo, as është e lut, as është ju bose ishte, as ruku. Rregull. Mirë. Tjetra cila? I vogli lip te I madhi. I vogli lip te I madhi. E tani, që kjo I vogli lip te I madhi, është pjesa e duajës. Kur ti e rob, edhe I drejtohesh Zotit. O Allah. Mirë po ti këtë kërkes nuk e bën sikur që I bën dostit, as që I bën mikut, jo. Këtë kërkes ti e bën në aspektin hynor, se veç ai mundet me ta kryq këtë punë. Nuk është kjo në kudretin njerëzor. Edhe nëse kërkesa është e asaj çka mundet me ta kryq njëri, mirë po ti e ke lip te ai, edhe kjo është dua. Andaj shikosh ka thënë pejgamberi alayhis salam. Kush nuk I lutet Allahut, kush si lip atina, Allah I dhënohet atij. Ti dhënohet. Dhe kjo është prej madhështisë së Zotit. Kjo është prej lartësisë së tina. Pse s'po më lip? Sepse mos lip me Allahut, kur ti si lip Allahut, kjo nën kupton disa prej gjërave të gabuara. E para prej saj cila, e para më e keqja, se ti si I interesum. Dhe mos interesimi I keq. E para më tash për shembull ti me tarti një mysafir I madh të shtëpia. Me tar një hoxh, një dietar, apo për shembull në kohën e pejgamberit alayhis salam, ai është paramendue një njerit për familjarëve, sahabeve, mi arë pejgamberi alayhis salam në shtëpi, mysafir, edhe djemë të ati sahabijes me thonë, na s'kena interes me nejt me ta. A mund ishme paramendu që shtu? Jo. Ti me tarë një dietar, një hoqë, një hafës, një njeri me nam, apo? Edhe ti me arë dhe me ullë me një dhomë duke e ndërruë. Dhe komplet familja tjetër me pjesa tjetër e familja thonë, na s'kena interes të kënjeri. Pse e ki përruë? Kur gjas na duhet ki? Qysh një është ti? Qysh njët aj që ka ardhë? Por shembull, ai e di se ju jeni për shembull 10 antarë të familjes. Edhe vetë një njeri I fol. Qa thot pa ato 9 tjera, s'kan interes me fol? A njët keq. Ti kur nuk të respektojnë, qysh një është? Ti, qysh njët një kujdestari familjes, plak, kur se respektojnë të shpia? A jeti që janë maj madhi ati? A janë se bebi që janë këtë të tjerë? Qysh njët aj? Qysh njët haqia që e ka bo këtë shpijen, edhe atë janë evlat të vetë, e nipat të vetë, edhe atë nuk e bojnë malë. Nuk e respektojnë, nuk e ndërojnë. Njët keq. Njët keq. Pse njët keq? Sepse e meriton respektin. Jo rasisht pejgamberi alayhis salam, si cilit ja jep respektin e meritum. Kur erdhi Uthmani radhiyallahu an, pejgamberi sa mi pat teshat deri te gjunji, e pat zbulum gjunjin e vet. Erdh Uthmani radhiyallahu an dhe e mbuloi. Pse e mbuloi? Tha pikti edhe melaçet kanë marrë. I vën marrë melaçeve. E ku më mua. Po këta sy të ndërun xhamat shiko. Mos respekti ndaj dikujt, argumenton se ti s'ke interes për ta. S'ke ndjenja për ta. E tani, nëse ti e degradon një njeri, se ki respektue, edhe për shembull kujdestari I shtëpisë ti dhnotë, pse se erdhe me respektue? Pse se erdhe me respektu familjen? Shokin, apo për shembull baba ka me rak dostat e vet me ja respektu. Mysafirët e vet me ja respektu. Ndoshta ti si I ri s'ke interes kur gjabe ta. Apo zakonisht brezi I ri me brezin e vetër kanë, apo nuk I kanë interesat e përbashkët. Këta janë çetër botë, ata janë çetër botë. Mirë, po çka thot prindi? Po ti ke me respektue dostin tëm, mysafirin tëm. E tani, kjo është respekti ndërnjerëzor. Para mendo tani, respekt tjetër. Për shembull, vjen për shembull një pasanik te shtëpia. Apo vjen një pasanik. Edhe tash për shembull fëmit. Edhe ai don më u dhon, apo bëhet gati më u dhon parë, më ndihmua. Edhe këta janë të varfër, janë fukara, ata I thonë si do na paratë tua. Tash ki ka mundësi minimu, këto kanë nevojë minimu, po s'dojnë më amur parët. E randojnë. E tani shembulli I Allahut është më I madh.
kur ti nuk lutesh e para si t'u shfaq interes. Dhe kjo i thonë Allahun, ti pse s'm lutesh? Ha, se kjo të kallzon e para si ti s'po t'intereson për ta, apo? E dyta, që është e keqja, ti po mundohesh mu kallzu që s'ki nevojë. E që kjo nuk ka e vërtet. E kjo nuk ka e vërtet. Apo? Allahu subhanahu wa taala kur e ka përshkruajtur Abu Jahlin në Kur'an, në surën Al-Alaq, surja e parë që e ka zbrit, çu që ka përshkruajtur? Ha? Ai i cili po shtirë si s'ka nevojë, stakhna. Ai po kujton që s'ka nevojë për mua. E nuk ka mundësi. Krejt formati jot, fizik, mendor, shpirtëror, këtë është i nevojshëm në sekond me livrit, sekond me livrit, më të hek mbrojtjen e Allahu subhanahu wa taala vdes. Aty vdes. Ti mingu mjekt. Çka thojnë për bakteriet, për virusat? Ha, ti tutesh me prek djathën me të majtën. Ti mi këshir atos, sa virus ato, një ki virus, ai virus apo. Ti ki mu tut djathën me të majtën me po bashk. Jo më me prek kus duhet, apo? Apo kita jo mbrojtja Allahu subhanahu wa taala. Zoti mbron. Pse një njeri ti bjesmuja ti drejt si be? Pse? I njëjti virus ka hi. I njëjti virusin te filani Erzon, te tjetëri thot hini dhe te ki, po s'ka ka shenjë, pse? Ka imunitet, thot. Po kjo i ka imunitet, ç'a i be kjo? Po Zoti atë rujt. Allahu subhanahu wa taala atë rujt. Për këtë arsye shiko, mos interesimi për Allahun subhanahu wa taala, mos shfaqja e fukarallëkit, du të mi u shfaq Allahit fukara, se na fukara jena. Ja ejuhan nasu entumul fukarau ila Allah. O ju njerëz ju jeni fukara për Allah. Ju jeni fukara për Allah. Allahit nësi dumi kur gjanë të ndërum gjema. Nuk i dumi kur gjanë. Pse ka kriju Allah i shumë njerëz? A kemi nu dë njerë, pse ka shumë njerëz? Pse t'ka kriju vishtije? E ka do njerëz që shtot Ibn Gjauzi, menojnë se janë boshti dunjajës. Mës me kon ato, qashmë, s'ka kur gjanë. Lëviz toka, apo stabiliteti toka, sa i kodër e ma vetër. Por nuk është e vërteta ja. Njëra prej hikmeteve, me miliona hikmete që i di Zoti Madh Xhelel Xhelalo, por njëra prej hikmeteve Zoti, pse ka kriju Allah i shumë njerëz? Për me të kallzu Zoti diçka. O ti insan, po ta mor menja që ti je i pazavencueshëm, po këshire më në kratë gjathë edhe në kratë shmaj sa njerëz i ka. Ja si të pa? Pse ka kriju Zoti në çdo lëmi edhe të tjerë? Në pasanika ka shumë, intelektual ka shumë, hoxhallar ka shumë, dietar ka shumë, hafëzlar ka shumë. Për çfarë? Për me ta thi ti beganismën e vet, mos u vet pëlqej, mos e marr veten mashallah. Pse? Allahu po çfarë po të kallzon? O ti insan, pavarësisht çfarë pozite kije. Ti thu për që unë jam dietar i madh, o ka dietar tjetër. Unë si hafëz, unë çish jam, ka hafëz tjetër. Unë doktori që më kanë unë njerëzit vdesin për grip, ka doktor tjetër. Apo si biznismen mos me kanë unë kompania, ka kompania tjera sa dush. Pse ka kriju Allahu laramani? Për me të kallzu veç unë jam ai i cili këtë kanë nevojë për mua. A për tia, ti krijoj sa dush si ti. Apo Zoti i Madh Xhelel ka kriju laraman njerëzi dhe binak. E ka binak edhe laraman. Se ka kriju binak për me të kallzu sa kopje i do si ti, sa kopje i do si ti. Apo për këtë arsye të ndorum xhamat, men lem yes'alillah yaghdab alayhi. Kush nuk i lutet Allah, Allah i dhënohet me ta. Sepse ti po shfash mos interes. Ti po thu që nuk u duhet Allah. Pse s'po lutesh? Bane këtë llogari. Pse s'piqoj dur të Zotit Madh Xhelel Xhelalo? Pse nuk po lutna? Ja. Çka dush me thon, s'kam kohë apo? Jo, ato këtë janë manovra të jashtme. Thelbi është se ti nuk po shfaq nevojë. Ja, e sidomos kur njerit Zoti e begati. Ja ka qenë në shtëpi, ka qenë në vlat, ka qenë pasuri, i ka dhënë shnet, apo edhe tashmo dojën e kam qelë këtë kapitull. Ha? E kam qelë këtë kapitull e ka gjujtë qelësin ndeti. Apo po këtë të begatitash që e gjujtë e ti qelësi, kush kon qelësi? I kujtë të qelësi? A nuk është i Allahu subhanahu wa ta'ala? Ti marë Zoti i Madh Xhelel kur doje. Ti marë këtë, ti marë subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahun që Allah t'i ruan begatit tona, t'i ruan mirësitë tona. Që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, wala in shakartum la azidannakum. Nëse ju falenderoni u ashtoj. Nëse ju falenderoni unë u ashtoj. Andaj, gjëja e parë në moslutje ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala cila është se ti si tu kallzo interes. E dyta, cila është e dyta? Si ti je turrënt, ti je fukara apo kallzon zëngin. A dini një njeri prej njerëzve për të cilin ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu nuk e këshirin kiamet. Cili është? Është çiki njeri. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, prej njerëzve që Zoti nuk e këshirin kiamet, hiç se këshirë, çe mos shiron. As nuk i kushton kur farrëndësie. Cili është?
një fukara me në madh. Runa Zot. Edhe s'ka, edhe bëhet me në madh. A këni pa plot të na? S'ka pun hiq, as pa puna. E ti thuaj ndërum, ta gjeta një pun. Sa pare thot aroga? Kyre që shfol, si zengin. Sa pare thot ka aroga ti? Ti përshimu i thu, 3-400 euro. S'ta baja sa thot të nata. Po mbaja atë lugën goj, qa me të thonë e ti tjetër? Se ti fulli e verësi, ti e full borç. Ti ala pa postani li parë dhe ka zonë këtu, ti ka e ma zenginin, apo? Ki edhe fukara edhe me në madhë. Ai zengini mundet me folë, që është me thonë, o ti ndërum, mësë më banë të kësi mua, pejtë unë kam pare. Edhe pse dhe, të kjo e shëshëmtume. Po fukara, shikote ndërum gjëmat, ka thonë alejhi salatu wassalam, fukaraja me në madhë, se këshirë Allah. Që ke këshirë, ti edhe s'ki edhe po bësh asgan. Ti edhe s'ki edhe për refuzon ndihmën e vogël, që nuk ka rregull kjo. Ai shka s'ka, apo te populli çka thotë na, shtrinj kom se e ki organin. Apo shtrinj kom se e ki organin. Çai bie kjo? Ti dëshira dush mi pas, mbas sa i ki mundsinë Allah, sa i ki mundsinë. Por këtë arsye shiko, pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë hadith, "Men lam yas'alillah yaghdab alayh." Kush si lutet Allahit i dhnohet. Pse? Sa ja i pasur ti e i varfër. Edhe tjetra, ai për çeta të ka krijuar. E treta, për çeta të ka krijuar. Krijesorja të ndërum xhamat. Krejt ato, këtë llogari tjera që ka i bojna. Me jetu, për i dare, me majtë familje, krejt janë dytësore. Dytësore. Qka dush ti përgjigju vetë vetë? Sa janë dytësore? Themelorja, parsorja, e parat për se ka kriju Allahu Gjellala, është ibadeti. Në të kriju për ibadet. Janë të kriju për ibadet. Të ndërum gjëmat, kur vdes dikush, vdes insani, vdes i afër mi jotë. Qka i qojna da? Qa i qojna? Te vorit kalzon njeri për shka krijuë. Te vorit qka qojna? E me orna hoxën, edhe ti shka ban? Qka bojna? Lutemi. Allah na jep mesazh se vdekja e njerëzve me qka bëhet? Më thonë, o Allah fale, po qoja një 500 euro na kont. Po qysh mi a që hoxë? Po hajde qoja 500 euro, qoja me kartë. Po ku mi a qume? Po si ka met kur gjoha? Që i ka met? A më vesh disen? A mu lutë për ta valla shkon. Do më thonë, dunja dhe në akhiret vish duaja për ndobi. Dunja në akhiret. Andaj e treta, e cila e bën shkak që Allah mu i dhru, kur ti si lutesh pse, sa i të ka kriju për ibadet, ti s'po ban ibadet. A më që para menu të ndërum gjemat një njeri mu punësu me një firmë. Qfar të lojsh firme? Ose një loj mjeshtrije, qoft mjek, qoft inxinjer, qoft makina, qoft roba qef, shka do koft. Edhe punësot edhe ban kontrat. Une e ka me kry qket pun. Shkon në orar edhe lexon libra. Ose çka i thot ajo? Oj xhana, çka? M'fal, por çka i na mor vesh na? E na mor vesh për shembull me pastru baçën. Po pse si ti pastru? Unë që tu pe shoh vetën. Po leve ti ku e sheh vetën. Ti na bë kontratën nga bë me pastrua. Doktori a mundet me thon Kur'an detyr, me thon, valla une po du me bë rukje. Ho ti insan, si ti për rukje, ti e për me ilaçe këtu me kallzue. Apo por këta shi mos t'i ngatrojnë punë të ndërum xhamat. Mos t'i ngatrojnë punë. Shiko, sa njëri thot unë vetë e di çka do të më bëhen në dunjë. Po, ti shor ti vet kallzon çka dush më bë. Ama ti s'munësh me kallzu se s'ke or vet. Të ka kriju dikush, të ka pru dikush. E ai i cili të ka kriju ai thot unë të kam kriju për ibadet. Pse nuk je tu gjin në ibadet? Mo e mend të ndërum xhamat. Kudo që je, si je në ibadet, si je ti i e komplet i qkis për asaj që ka Zoti atë lipi tije. O sikur doktori me mor shatin midis ambulante, edhe me shkuti të mjeku mu kontrolue, edhe me thonë sa i do baqën, ojnë sa në erda mu këshirë. Edhe ana tjetër, me shkuti të ato mekaniki, a i kanua ato mjetët e doktorit. E ti thu këshira kerrin, a i thot jo për të këshiri tije, mor unë për kerri ka marë, jo më për të për të këshirë tije. Na i kemi ngatru pa kablat të ndërum gjëmat. E kablu i parë që ne u ka ngatru cili jo, qa kena arë këtë dunja? Për qa kena arë? Qish mërë me na shku neve 60 vjet, 70 vjet, ibadetin se kemi bo, adhurimin se kemi bo. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lem yes'alillah, kush nuk i lutet Allah i dhnohet. E kjo është e keqja. Që është ti dhnohet. E mu të i dhnu Allahu subhanahu wa ta'ala të ndërum xhamat është keq. Mu të i dhnu Allahu xhamat është keq. Njeri ka njerë se në duron i dhnimin e njerit. Wallahi i dhnimin e njerit se në duron. Ka njerëzi mos mi fol, gruja plas. Gruja mos mi fol, apo. Dhe ka plot me grave vërejnë, thon. Këti si folit disa hat, 2 vjet robe maj.
qash, me disa hatë e ka. Apo, dikush për shembull si cili e ka një dobësi, apo, dhe çaty me injorim pak edhe e rregullon. Njerëzi ka tjetër, ka karakter të fortë dhe nuk mundesh me e nënshtrua. Në rregull. Nëse njeri me t'injoru i dashmi jot, fëmijave mos me të fol, gjali jot mos me të fol, çika jote zemrën di me ta plas. Apo, zemrën ta plas. Sa për prindve këti ka, thot kët po veç me vladin si jam. Do çka ka thot sum ban mall. Ti shikoj që ja plas Allahu subhanahu wa taala. E ka dikun, e ka gatrume dikun. Na nuk kemi të xhiku ku e ka gatrume, por ja plas shpirtin. Ja plas shpirtin. E tani para meno Zoti mos me dash, ai me tu i dhnuë. Çish ja ban? Ata shiko. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Furqan, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Thuaj o Muhammed, kallzoj këtë njerëzve, se Zoti xhella xhelaluhu kur qysh nuk ju shtin konsiderat, mos me kon duaja. Vesh raporti me Zotin, të nderuam xhamat, është veç dua. S'kish ka jep. Këtë që ka t'jep janë tatina. A mund me thonë, ja dhash Allahit 1.000 euro. Ai në shtash në çka i duan aty 1.000 euro. Ja dhash 1 milion. Kuj na janë ato? Te Allahu subhanahu wa taala. Kuj mora ato 1.000 euro? Po në tregti. Apo të bëjë tregtia ku po me mall. Pa i malli ku? Këtë Zotit ta. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Çka ka në qiellin tokë është, e Allahu subhanahu wa taala. A mundesh ti me marr parat e babës, edhe mi thonë që e bab, nja ka nja. Ai për shembull i kam lejë 10.000 euro ingrati, edhe ti nja ka nja. Çe ka 10 euro babo, po ti njefi, apo. Po thotë po të mirët më janë këto. Ja që unë po ti jap, apo ti kum palu. Po të mirët janë këto, ndash paloj, ndash mos i palo. Unë vetë kam fitu këto. Nëse ti s'u jep njerëz çka i ka fitu ai, po para më që kur pasuria kur e kërkojnë sa këtu. Na jemi veç konsumator. E andaj nuk rregullohet raporti jon me Zotin e Madh pos me dua. E nëse nuk e bëjmë këtë, Allah i dhnohet. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar xhinët dhe insanët pos që të më adhurojnë. Fatkeqësisht të ndërum xhamat, fatkeqësisht shumë për njerëzve, pak si vonë e morin vesh, po ani mira, edhe vonë me mor vesh, më mirë se sa hiç mos me mor vesh. A keni pa njerëzit kur plakën? I ka dhënë ai zor për dunjën, ka menuçi kur s'ka mu plakaj, kësa herë ka menet të rrodh vet. Jo. E ka funi e ka morë vesh që kjo dunja s'ka kuptim mos me kanë namazi dhe xhamia. Ja, keni pa disa më shumë? Fatkeqësisht, po elhamdulillah që më fund fatmirësisht kanë ardhur në xhami. Apo, një herë ka injoruar xhamin me vite të tëra. Ka menuar që atë ndërtuni xhenet në tokë. E kur ka filluar me shlu takati, e se bojnë mall njerëzit, e janë ndru gjeneratat, e se banë e sap dikush që janë njeri, që ka thanë, i vetëmi ngushëllim ku po gjej, sa plakin e vina thot, vallahi mos me konë që kjo xhami së mjetohet. Po, a kuptove në fund. Andaj, kjo është mesazh për çdo të ri. Ki me kuptu, po vjen në fund, mos e le për në fund. Kuptoj për fillim, ktheu te Allah për fillim, ktheu namazet për fillim, ktheu duajës për fillim, se në fund s'ka me të bëjë sap kurkush. E i vetëmi që kime pa shpresë, ja rap, te ti veqa, te ti. E pse te ti për fillim? A dhe dhe Allah, unë nuk s'kam kriju, unë s'kam nëzirë në dunja veç për s'kitë punë. Andaj dhe Imam Bukhariu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu hidhrohet me njanin për juve nëse ai nuk i lutet Allahu subhanahu wa taala.